Dhe çfarë rëndësie ka në këtë rast pendimi, istikfari, pastaj veprat që bëhen lehtë, nëse mund të themi, dhikri, përmendja e Zotit, përkujtuarit e Zotit. Po krejt ato, derisa njeriu është në komoditet, kanë vlerë. Do thonë edhe dhikri, edhe pendimi, edhe kërkimi faljes, ato kanë vlerë jashtëzakonisht madhe. Çfarë do thotë komoditet? Komoditet dua të them pak para se me dal shpirti, ose para se me ndodh kiameti. Nëse vjen momenti me dal shpirti, atëherë pendimi nuk pranohet. Ose vjen momenti kur lind dielli nga perëndimi, që është çasti i fundit i kësaj jete, edhe në atë moment pendimi nuk pranohet. Kështu që Allahu i madhruar kur na i përshkruan këto gjëra, na jep të kuptojmë se pendimi ka kuptim derisa ti akoma beson në botën tjetër, jo kur fillon ta shohësh botën tjetër. Se ardha e shpirtit në fyt, nuk ka dilem, njerëzit e shohin më botën tjetër. Jo, s'ka nevojë me besu. Një gjë e cila shihet, pastaj nuk vlen rregullat e kësaj çapo lihet, po fillojnë rregullat e asaj çka po vjen. Ndërsa derisa akoma jemi në sfidën, në sprovën e besimit, atëherë pendimi ka vlerë jashtëzakonisht të madhe. Dhikri është, subhanallahu, është një mundësi, një mirësi e madhe e Zotit fuqiplot që ja jep njeriu që me pak angazhim, me pak veprim me fitu shumë. Nuk ka vepër që çmohet më shumë se dhikri, edhe nuk ka vepër që bëhet më lehtë se dhikri. Përmendja e Allahut fuqiplot dhe madhërimi i tij.